Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, Asalamu alaykum rahmetullahi wa barakatuh. Në podcastin e këtij Ramazanit, në qendrën Minber, do të qasim një dimensioni, mendoj unë, që është i vlefshëm të shikohet jo vetëm adhurimi i agjërimit, jo vetëm ky muaj begat, por në tërësinë e filozofisë islame. Patjetër çdo lloj civilizimi, çdo lloj kulture, çdo lloj trashëgimie, çdo lloj qytetrimi ka një botë kuptim ku niset, ku ka një bosh vlerash, idesh, mendimesh. Pikpamje shkojë nis gjithë rrugën e tij. Sipas Islamit, po t'i kthehemi Kur'anit famlart, mënyrën si është shkruar që në zanafillën e vet, mënyrën si profeti ka shpalosur fenë të jetueshme mes njerëzish, ka dy dimensione të veçanta që sot do mundohemi të ndalojmë: etika dhe estetika. Më shkurt, tema sotme është etika dhe estetika e agjërimit, por do kthehemi në filozofinë e gjerë të Islamit. Bashkë me Bahar Kaçelin, ne sot kemi kënaqësinë të prezantojmë një mysafir të nderuar tonin, profesor Edison Çeren. Profesor, mirë se vjen. Mirë se u gjej. Shumë faleminderit që je me ne. Faleminderit edhe për ju për ftesën. Edhe për temën e bukur që ram dakord bashk, na e propozove, sepse ne kishim një mendim ta thjeshtëzojmë diku i gjë tjetër, por na pëlqeu që na e solli këtë dimension. Ti jemi falendërues edhe për këtë. Parë si titull libri, por do ta thjeshtojmë. Do ta theksojmë se me thënë me zhargonin popullor, profesor Edisoni është ustaj i kësaj pune, pra nuk është thjesht fiks. Uroj kënaqësi që të kemi mes nesh. Ta maj këtë titull. Inshallah. Profesor Edisoni, ne do mundohemi të ndalojmë pak e kjo që u mundova ta nis në fillim. Çështja e etikës dhe estetikës. Unë do sjellim një model shumë vulgar për ta nis bisedën dhe t'i ktheje në filozofinë origjinale. Jo më larg se dje, po lexoja për sirën e profetit alayhis salam dhe ishte një model, thonte profeti Muhammed kur konsumonte hurmat, i merrte thot me 3 gishta dhe i hedhte kockat këtu dhe i hedhte kështu. Dhe ndalova thash, ç'është kjo hijeshi e lezetshme. E një njeriu, i viteve 600, një qasje shumë fine, shumë e ëmbël, fisnike, e mënyrës se si për të konsumuar thjesht edhe një hurmë. Në fakt, asgjë nuk është e vogël në një farë mënyrë dhe çdo gjë ka rëndësinë e vet. Nëse ecim me parimin që çdo gjë ka një rëndësi të vetën, atëherë i bie që nuk ka gjëra të parëndësishme dhe nuk ka gjëra të vogla. Pavarësisht se ne për efekte të ndryshme, komunikimi, bashkëveprimi, bashkëpunimi, i ndajmë gjërat në të rëndësishme, më pak të rëndësishme e kështu me radhë. Por në thelbin e vet, qoftë edhe një gjetje në mira që ka një pemë, nuk mund të thuhet që është kot. Patjetër. Që është e tepërt dhe e parëndësishme. Secila është në vendin e vet, që do të thotë edhe në aspektin e jetës, në aspektet më saktë, në shumës të jetës sonë, çdo aspekt i saj, pavarësisht se për një kohë apo për një periudhë apo për një mendësi apo për një person mund të jetë i vogël, ka rolin e vet në atë mozaikun e madh, domethënë të larmisë dhe të aktivitetit njerëzor. Padyshim që ajo që ka bërë profeti është shumë domethënëse, sepse na jep të kuptojmë që e para ushqimi është nuk duhet ta marrë të mirë qenë. Është begati nga Zoti, se edhe mund mos e kesh. Dhe nuk mund të hash si mafioz. Nuk mund të hash si bukshkall, nuk mund të hash si i shkapërderdhur. Ma qartë, të kej lloj kujdesi. Pra, është një lloj falënderimi më shumë nganjëherë që profeti i bën te Zoti përmes aktit, pra përmes veprës, sesa përmes fjalës. Se kollaj me thon fjalën elhamdulillah, domethënë falënderoj qoftë Zoti. Por tamam, ne e dimë që falënderimi i vërtet është në vepra. Dhe në këtë rast profeti këtë ka bërë mendoj. Domethënë ka ushtruar qartazi një falënderim përmes veprës. Ndaj qoftë thonë asaj hurme, tek hurme që mund të ketë ngrënë ndoshta, apo 2 apo 3 apo s'ka rëndësi. Gjë shumë e vogël pamje të parë, që 2 lekë bën ajo, por që profeti prapë ka konsideruar me atë akt të tij, besoj, domethënë ka lënë modelin, ka lënë shembull që ajo është një mirësi dhe ky është një aspekt estetik, pra, deri tash që ne po flasim, që na çon në dimensionin etik. Se për fat të keq mund të them unë paktën personalisht, asnjëherë nuk e kam pa kështu. Për shembull është koncepti i hamdit dhe i shukrit. Po, e drejt. Po. Pra
falënderimi me gojë që Po edhe me vepër, që është një nga shkallët e falënderimit. Që është kryesori. E drejtë. Le ta vazhdojmë pa konceptin e etikës dhe estetikës në këtë dimension të civilizimit islam. Kur them civilizimit islam, në kuptimin e mënyrës se si e ka ndërtuar dhe shfaqur. Pra, le ta ndërtojmë pak këtë filozofi, pak më parë, para se ta fillojmë me këtë bisedë, përmendi diçka mes qytetërimeve që kanë një lloj etike dhe qytetërimeve që kanë një lloj estetike, bërë ndarje. Po që teproj po në edhe një mund ta zhvillojmë këtë koncept që të nisim paktën si fillim një herë këtë koncept. Në fakt kam pat fatin me redaktu një libër, domethënë e ka përkthy Vehab Kola dhe kam redaktuar, e ka botu Logusi, Arti I Islamit. Në origjinal është The Art of Islam I Titus Bukhardit. Një autor shumë I njohur për publikun me nda këtë zvicerian, I estetikës, I arteve, I teologjisë islame, I dialogut ndërfetar, Titus Bukhardi, pra është zvicerian, më origjinë, por që më mrapa me kalimin e viteve në studime sipër ka pranuar edhe Islami dhe një ndër librat e tij është ky Arti I Islamit. Dhe në një farë mënyrë është një lloj klasiku, pak a shumë modern, për me domethënë në thelbin e trashëgimisë estetike dhe etike të gjithë artit islam. Dhe jo rastësisht ajo fillon arketipi thot, pra domethënë baza, filli, siç themi në shqip, I artit islam është Kaba, është katrori I zi, simbolika katrori I zi. Dhe katrori I zi, po ta krahasojmë qoftë me trekançin katrori, po ta krahasojmë me rrethin, ka diçka më solide katrori. Ka diçka më të qëndrueshme, më të natyrshme. Trekançi është pak agresiv dhe përjashtues. Vetëm duke I pa. Piramida. Vetëm duke I pa, s'po futemi shumë, thellë. Vetëm duke I pa, si forma gjeometrike. Rrethi ti merr mend. Është nuk ke anë qëndrueshme. Nuk ke një ku të rish. Domethënë je vazhdimisht në edhe fjala rreth vicioze me radhë. Katrori na shfaqet jo rastësisht me kapën si prototipi, si arketipi I artit islam. Domethënë me atë fillon dhe po ti shohim zbukurimet kudo, domethënë nga lindja në perëndim ku ka prek kultura apo feja islame vendet, ne shohim që katrori është forma gjeometrike më e stilizuar. Është bazë, po. Më e stilizuar. Ato dy katrore që rrin bashkë, 3, 4, 5, vazhdojnë masanej ato shtresa të ndryshme në dizajn që nuk kanë fund në një farë mënyrë. Dhe përmendem vërtet që vendet cilat e kanë tepru në aspektin estetik dhe vende që e kanë tepru në aspektin etik. Është pak e vështirë me ndërgjonat kaq po, për hatër diskutimit, po e themi, kështu se nuk është fikse. Për ta bërë më të prekshme, po. Për ta bërë më të prekshme. Dhe unë mendoj që rasti I Indisë për shembull. Është një rast ku, siç e dim, India ka zhveni 1001 kulturave. Të le me gojë hap, nuk marron kur. Me ngjyra, me drita, me gjitha llojet e ritualeve dhe të mistikave të ndryshme dhe të rendeve religjioze pafund, që sa çudit njëri çudit tjetri më shumë. E me radhë. Me poema shumë të njohura në historinë e letërsisë, siç është siç janë Upanishadet, që mahen si tekste të shenjta në kulturën e tyre, e shumë logo dhe piketa dhe manifestime tjera që ka. Ama nga ana qytetërimore, është një vend problematik. Ne dim çfarë lloj papastërtie, çfarë lloj mungesë infrastrukture ka në shumë prej qyteteve tyne. E kundërta është Amerika, e sotme, e cila padyshim është domethënë maja e botës sot në aspektin ushtarak, në aspektin ekonomik, në aspektin industrial, sidomos industritë e rënda, dhe pothuajse çdo industri, dhe mbi gjitha në shkencat kompjuterike. Po zotrove shkencat kompjuterike, në një farë mënyrë, zotron botën. Për aq sa mund zotroj njeriu flasim gjithmonë. Dhe mirë po, ana kulturore, në rastin e Amerikës, kemi fenomene si Hollywoodi, kultura pop, që janë fenomene kitsch, janë fenomene domethënë artificiale, janë zgjatimi I qytetërimit. Nuk janë kulturën vetë mirëfille, janë thjesht një zgjatimi I qytetërimit. Është si me thonë koha e lirë që ka shpik qytetërimi, që ne me kalu në mënyrë të caktuar atë kohë. Që në fakt vetëm kohë e lirë nuk është sepse na kanë përcaktuar me çfarë duhet me kalu. Fiks. S'është më e lirë. Këto janë dy qasje mendoj in extremis. Janë dy qasje të cilat domethënë shkaktojnë një çekuilibrim të madh.
në jetën individuale të qenies njerëzore. Dhe vim te individi në këtë rast, pse? Sepse njeriu është qenie bipolare. Në çdo kulturë, kudo që të shkojmë, qoftë pagane, qoftë monoteiste, qoftë e vjetër, qoftë e re, do hasim që flitet për njeriu me dy drejtime, në dy terminologji, anën shpirtërore dhe anën fizike. Se si u vëjmë emrat masanej s'ka problem. Por në çdo kulturë është fol për anën fizike dhe për anën shpirtërore të njeriu. Domethënë, njeriu është një qenie që ka dy nevoja bazike. Mirë po, këto dy nevoja mund t'i shohim edhe duke në konflikt me njëra tjetrën, që e përjashtojnë njëra tjetrën, sepse ne e dim që Ademi ishte, po themi, në thojse skulpturë për një periudhë shumë gjatë, pra ishte thjesht balt, fate i pjekun, dhe erdhi ruhu, erdhi shpirti, dhe u bë njëri, ai s'ishte njëri pa art, ishte thjesht një vepër arti, po themi, në thojse. Më shumë, në fakt, se sa një vepër arti, se ne krijimi e dim që është më shumë se sa një vepër arti. Po është edhe vepër arti e Zotit. Si shtuhet në Kur'an, i lartë është Zoti, më i mirë i krijues. Po. Kështu që janë këto dy dimensione të pashmangshme. Por, siç e thash, mund t'i shohim edhe në harmoni me njëra tjetrën. Dhe unë këtë e kam pa vetëm në rastin e Islamit. Këtë harmoni. Dhe për të masanej të agjerimi që për mu është ndoshta kulmi argumenti kryesor i jetuar në praksis i kësaj harmonie ndërmjet trupores, pra estetikës, dhe shpirtërores etikës. Po i marrë pas se dy manifestime. Pse kemi estetikë dhe etikë? Sepse robi ka trup dhe shpirt. Se robi ka dy nevoja bazike, pa cilat domethënë është e pashmangshme. Ne shohim domethënë trendet e sotme. Njerëzit e ashtu quajtur afetarë, s'mendoj që ka një qenie afetare, po themi. Që nuk shpikin, pranën trupore dihet, domethënë jemi shumë gatshëm me e përmush gjithë, domethënë. Që janë muzikat e forta, që janë ultimet ekstreme, sportet ekstreme, drograt e ndryshme, narkotikët e ndryshme, transet e ndryshme, përveç se nevoja për të mush këtë anë, pra. Këtë anë shpirtërore. Si thotë Aldous Huxley, këta janë domethënë surrogatët e religionit. Këto përvoja janë kopjet e religionit. Pra, sidomos narkotiket, domethënë. Dhe thell, ajo është jo thjesht me harru, siç mendojmë ne që dikush pin për shembull alkool apo pin narkotik caktum, se këto me harru hallë. Jo, është pak më e thellë. Do me përmbush diçka. Do të futet në një mistik. Do të futet te mistika, por është në mënyrë artificiale. Është surrogati i mistikës në fakt. Kështu që vim pra besoj natyrshëm. Ndoshta kjo qasje që bëre tani për arsye dhe të kulturëve që ishin para se të vinte profeti Muhammed në Mekë dhe Medinë, ekzistonte edhe tek, për shembull, fakti që ka shkuar në shpellën Hira. Ju shkpuat atij qyteti. Edhe u izoluan edhe shpella atje për të kërkuar, për të bërë një ndarje mes shpirtit dhe trupit dhe vet ai. Atë që kam lexuar në ndërruar edicion është kjo që nuk ka shkuar më mas shpallës aty asnjëherë. Është vërtet, ëh? Asnjëherë s'ka shkel më kurr mas shpallës s'ka shkuar më. S'ka dëshmi domethënë. Në sirën kurr nuk ka shkuar mas shpallës. Me të ardhmë qoftë edhe verseti i parë nuk ka shkuar më. Sepse si duket etika dhe estetika ishte jetueshme mes qytetit. Pra, ndoshta do mëshirohesh tashmë me mënyrën e të jetuarit të përditshme dhe për shembull ke një rast kur një person thotë kjo Buhariu, po ai se thot me zell për të shkuar te hara vetë dhe i thon sahabët sikur të ishin rrugë Zotit, ky kështu i tha. Ta kishte këtë vrullin. Ta kishte këtë vrullë ke Zoti. Po entuziazm. Pra, duke i kulturë që në rrugë Zotit është një njeri i shkputur nga jeta, më është një njeri që pa lënë ku shkon. Profeti thotë nëse hec për fëmijët e vet, thotë në rrugë Zotit është. Po shkoj për pleqët e vet, thotë pra nëse ka dy pleqë shpiti në rrugë Zotit është. Po shkoj për të ruajtur dinjitetin e vet në rrugë Zotit. Po shkoj tha me na shitmend. Dhe mu bë arrogant këtu në rrugë djallit. Pra, ne në mënyrë të vazhdueshme kam vënë re që tek profeti jon alayhis salam është treguar dhe nganjëherë kritik i ashpër në të folur, pra ka bërë themegisht. Kjo është ashpërsia maksimum që ka thënë o filan, nuk duhet kështu. Në momentin kur kemi tentuar ta ndajmë. Pikërisht, këtu fillon problemi. Këtu, domethënë kam vënë për shembull, dhe kur i thanë që si është adhurimi i profetit, njëri i tha agjeron e kështu, tha unë do agjeroj gjithmonë. Tjetër mos spartohemi. Hypi thotë më mber, tha kjo rruga ime kush se ndjek, tha ka humbur. Pra, e shikoj shumë interesante si thotë unë bëj edhe kështu, edhe pikërisht ja tregon rrugën kështu i thotë të treve.
Pra ekuilibri. Kjo lloj ndarje, mendoj unë dhe për të arsye të modernitetit nuk kemi hik pa e prek ne, si besimtar të kësaj kohe të vonshme. Për shembull një farë lloj kam dëgjuar për shembull që jemi besimtar, jemi në xhami nuk lejohet me gënjy. Isha një vend dhe tha, e thash po më ku lejohet që s'lejohet këtu për shembull. Gjej një vend tjetër ku dush, ti vetëm ma lejo thash, ku Nuk lejohet me shazë jam agjërush. bravo, po më mësoj një vend tash ku lejohet më me gënjy që ta gjejmë për shembull. Na gjej një vend, një pikë. Po. Pra, Parcelizimi. sa e rëndësishme është sezonizimi fes në njëherë. sa e rëndësishme është të dyja bashkë. Por flasim për filozofinë islame në këtë rast, pra në kuptimin e tërësisë filozofisë islame. Është një varg shumë i bukur është një nga duat më të bukura, lutjet më të bukura që bëhet që Zoti na mëson në Kur'an, domethënë o Zot, na jep mirën në këtë botë, na jep mirën në botën tjetër dhe na mbroj prej zjarrit, prej ferrit, prej xhehenemit. Pra, na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Ose një varg tjetër thuhet merr pjesën tënde që të takon prej kësaj bote. vërtet. Ama, thelbi kush është syno tjetër. Ja drejt. Ajo është e përjetshme. Dhe përmendjen tipike për shembull, perëndimore, veçanërisht klasike të krishterëve, është shumë e pakonceptueshme, domethënë që një musliman agjiron krejt ditën, pra as nuk kanë, as nuk pinë, agjiron bile edhe me gojë duke u shmang shumë fjalë të boshe e të kota. Nuk ka marrëdhënie intime me gruan. Dhe vjen perëndimi i diellit dhe e shef që i bën tona këto. Edhe han, edhe pin, edhe shkon në marrëdhënie intime me gruan. Pra, për një mendje të krishterë, si më thon klasike, thotë, o ndaje më vëlla, o këtë atë, si ka mundësi që i bëhen të dyja? Pikërisht sepse qenie njerëzore i ka të dyja. Thash pra, është shumë e thjeshtë me i fut konflikt me njëra tjetrën. Pra, tema të tilla për shembull besimi dhe shkenca. Feja dhe shkenca. Mendja dhe shpirti, ku e di unë? Në thelbin e vet, domethënë janë të panevojshme për të mos thënë që janë marrëdhëna këto lloj dikotomish, se nuk ka përplasje mes tyre. Po deshe me kriju përplasje artificiale, si më thonë është mokollaj me bë keq më. Me bë keq është kollaj. Domethënë mundesh me kriju shert kudo, edhe me bë keq kudo. Qoftë në vendin më të shenjtë botë, mundesh me shpik diçka dhe me bë shert. Por puna është mos me shmang sa është e mujtën këtë gjë. Dakor, është pjesë e natyrës tonë, edhe sherrri, është pjesë e natyrës tonë edhe e keqja. Ama është po aq pjesë e natyrës tonë përpjekja. Pra, në thelb, mund besoj që i malli Zot më shumë se çdo gjë tjetër të njeriu, jo veprën konkrete të marrume, të përsosur se s'ka fund kurrë, leherë që të përsosur nuk është natyrën tonë me arrit, më shumë kërkon përpjekjen. Kur sheqi ne përpiqemi për gjë, kur sheqi ne, domethënë, nuk lodhemi, nuk dorëzohemi. Këtë besoj që e vlerëson shumë më tepër i malli Zot se sa me arrit një gjë në mënyrë perfekte, se nuk do ta arrish ndonjëherë atë gjë në mënyrë perfekte, në fundit, sepse natyra jonë nuk është e tillë. Drejt. Do ketë mangësitë veta. Prandaj them që përpjekja për të futur në harmoni këto dy botë është nevoja më e madhe që ne kemi sot, sepse e prekëm që ka shumë raste dhe ka shumë trende apo grupe që i mshojnë shumë këtij aspekti estetik, qoftë edhe merrën një xhamati, merrën një qyteti, dhe ka tjerë të cilët domethënë veçohen shumë më tepër siç mund të jenë domethënë teqet, dervishët dhe shkojnë pothuajse në një pasivitet i cili nuk është i natyrshëm në Islam dhe nuk e gjen në jetën e profetit. Në jetën e profetit, siç e përmend edhe ti shumë bukur, i ke të dyja këto aspekte, domethënë edhe agjiron, po edhe han për 7 palqeve, shtrohet kur me mishigji për shembull. Edhe rrin në tikaf pa shkuar shtëpi, pa i prek, pa prek asnjë prej grave. Dhe edhe bën dashuri me to. Po, drejt. Pra, këto manifestime në jetën e profetit nuk janë të rastësishme, nuk janë kot, janë ky ekuilibër, domethënë. Është ky ekuilibër dhe gjithmonë agjërimin e kam pa si rastin më specifik ndoshta për mua dhe më emblematik të gjithë shfaqjes së po kësaj. diskutojmë. Sepse me vure, domethënë, agjërimi nuk mund nisi ndryshe përveç se ti duke heqë dorë nga gota ujit dhe nga buka. S'nis ndryshe. Fizike njerë. Po. Starton me uri. Shife si kjo fizike ty të çon te përjetimi shpirtëror, sidomos para iftarit, është një përjetim që a mundet me shpjegu dikujt që sa gjëra s'mundesh. Prandaj kuptimi i agjërimit është agjërimi. Siç është kuptimi i ujit me u pi.
s'mund me fol për ujin, me bë filozofi për ujin. Kuptimi i ujit është mu pije, ty e mbërvesh se çfarë është uji. Drejt. Edhe agjërimi, në këtë rast, po nuk e agjërove, ti nuk e kupton këtë, se si kalon nga fizikja të shpirtërore në atë mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe agjërimi çfarë thot atë kafshën që kemi këtu mrena ne. Mos më shku me lan mu bë për binç. Me zbut. Me zbut, jo me myt. Me myt. Me pas kontroll. Si shta thonë shumë rende mistike dhe shumë rende do të thonë të skajme religjioze që duhet tash mbretëria djallit, duhet me mos mu la, me lanë sa unë e kuptoj qëllimin e mirë të këtyre dhe kanë drejtën e vetë në thelb. Por nuk të premton praktikisht të zgjidhje kjo gjë. Dakor, bota e tillë është një mbretëri e përkohshme, do t'ikim. Çdo gjë do ta lëm mbrapa, askush s'mergjo me vete. Ama s'mund të rishi për vumë deri në atë pikë sa në fundi si thuhet në Kur'an nuk ja u bëm në obligim robëri. Po, e vërtet. E vërtet është. E vërtet. Edhe kjo ndoshta na kthen vëmendjen dhe tek mënyra se si profeti Alejsam më shpesh herë ka shfaq edhe pëlqimet e veta, për shembull për parfumin, për ai që më pëlqen është kofsha e shpatullës që së kecit ose qingjit e me rrapa. Ka shfaq haptazi dhe në mënyrë të drejtë për drejtë shihet e veta personale si njeri. Dhe ka pëlqyer për shembull kjo ngjyrë është ajo që e preferoj. Po e bardha. Kur të laha mundi thot Hatiz njëri vajet për shembull Aishës. Hedh thot fara karafili thot tek uji kur të ngrohet, sepse kjo më pëlqen më shumë. Pra, ka shfaq gjithmonë atë estetikën e si thush edhe atë hijeshin që i takon njeriu. Megjithatë do të na lëm tek kjo, që ne si fetar gjithmonë kur e shikojmë botën, e shikojmë dhe një reflektim të emrave të Zotit. Padyshim. Pra nisim ka një reflektim të emrave të Zotit që ne e shikojmë të përkthyer në botë. Një ndër ato për shembull është El Xhemil. I bukur. Dhe profeti thotë që rivajetin që kam lexuar unë tash në orën e baharit. Idealisht thuhet që i shkon profeti Alejsam i thotë dërguar Zotit, thotë, unë kam dëshirë të dalloj me tjerë dhe me rrypin e sandales. Të dalloj për të dalloj. Të dalloj, të binë sy, edhe me rrypin, sepse ishte prej pasionikëve. A është kjo me një masi? Edhe profeti i përgjigjet kështu. Inna Allahe Gjemilun yuhibbu Gjemal, Zoti i bukur ne don bukur. Me një masi, thot profeti, është të refuzosh të vërtetën kur thuhet, dhe të nënçmosh atë që se ka, që është më i vogël se ti. Ti shohësh njerëzit. Ti shohësh njerëz me përçmim dhe me nënçmim. Kjo hyn me një masi, ndërsa kjo është gjë e bukur dhe estetike, është e hijshme. Dhe ja vlen, domethënë. Ose ajo tjetër që Zoti dëshiron, pra hadithi pejgamberit thonë që Zoti do të dëshiron ta shohë shenjat e mirësisë ti tek robi, tek robi ti të manifestuar. Paraqitjen e tij në mënyrën standardin e tij. Se për shkak po të shikojmë edhe qytetërimet që Andaluzia, mënyra si kanë ndërtuar xhamiat, stili kaligrafive, ngjyrat që janë përdor. Të gjitha këto i ndëruar persona të sonë tregojnë diçka të nivelit të mishërimit, të estetikës dhe etikës, si civilizim që i ka pa bashk, plus edhe i detajt fundit. Unë nuk marr vesh shumë nga arkitektura, po Ismail Faruku që kam lexuar, shumë i mirë. Ka përfshi thonte Islami civilizime të tjera, pra nuk i ka përjashtuar. I ka arrit Harkun, i ka shumë Kupolën, ku diun, pra i ka marrë si element dhe i ka integruar. I ka integruar. Pra kjo është dhe një nivel tjetër i shfaqjes së këtij lloji civilizimi. Po kemi për shembull jo më lart se me që e njohin edhe njerëzit tashmë përgjithsisht vajin e farizes. Po. E kanë përdorur para arabëve dhe para muslimanëve, e kanë përdorur kinezët, e kanë përdorur disa zona në Indi. Por nuk është se u shpik nga Dhe muslimanët. profeti e pa atë që Që ishte i dobishëm dhe tha, këshilloi. në njohur domethënë që shëron çdo gjë përveç vdekjes. Po. Nuk e di sa është e vërtet, po është. Thënia është e vërtet, po komendi është e rëndësishëm për mua, që Ibn Hajar Asqelani për shembull thotë, është në gjuhën e profetit për t'i dhënë rëndësi diçkaje. Po, përdor hiperbole. Po. Përdor hiperbole, e thekson. Po nuk duhet të Pra, marrësh. kjo nuk do të thotë që shëron gjithçka përveç vdekjes edhe Ibn Hajar. Nuk është kështu, por ai e ka treguar për rëndësi që ka. Se një njerëzit e kanë përdorur njerëzit Fikse. Jo, edhe e përdor Komercializuar. Se është komercializuar. Jo, e kam fjalën domethënë. Kam parë aty edhe të shkruar këtë hadith që e shet, them është abuzim. E vërtetë është, e vërtetë. Është abuzim deri në atë pikë sa që unë me shaka e them, po jo në formë me shaka e them hallalli.
është harami më i madh. Në mënyrë se si është standardizimi që komercializuar. Ai shumë është komercializuar, ai shumë është nuk e di domethënë përdor, keq përdor, në atë pikë domethënë saqë ne parim në Islam është parim që çdo gjë është lejuar. Për asa nuk ka një dëshmi konkrete që është ndaluar. Po pse duhet me thonë ti halal, tu halal? Domethënë me tregu që bota halal është. Jo, që mos dalim tash me një zonë 100% muslimane, pra siç është kuksi ose dimra, gjen mish halal. Po. Standardizim. Se më e veçantë dikush ke kjo ndërsa kur dikush për shembull e bën këtë kritik siç e bëri ti tani. Problemi është se nuk e marrim, ne të nxjerrim Zotin para. Po ti qeje kundër halalit, se themi dhe i term kështu që ti s'ke ku të shkosh pastaj. Të nxjerrim Zotin para, kupton, themi je kundër Zotit, ti si është puna jote. Kjo është pra ulja e standardit estetikës. Po. Se të nxjerrim dhe Zotin kundër pastaj. Përdorimi është keq citimi i Zotit në farë mënyrë. E kisha këtu domethënë kur mora vajin e farzez e mora si element se me që e njohin alle njerëzit përgjithsisht në mënyrën se si se shumë besoj shumica njerëz mendojnë që ky është vaj farzez është ka vetëm prej profetit, e kanë përdorur vetëm muslimanët, nuk e dinë që e kanë përdorur kinesët shumë para profetit. Apo taktikat caktuar me betejës në luftë, i kanë përdorur shumë tjerë para profetit. Me rasti Selmanit. E shumë tjera mos janë pafund, elemente të cilët domethënë profeti i Zotit i merr dhe po themi i islamizon, i naturalizon në shtratin e islamit si trashëgimi të rëndësishme të njerëzimit. Nuk ka përjashtuar asgjë profeti, unë jam vllai i profetit më përparshëm. Nuk s'kam marrë me ndryshu gjë, siç është hadithi i njohur. Thjesht ajo tulla që plotëson shtëpinë, domethënë. Pra ne thotë shumë bukur Izet Begoviçi. Islami thotë ka dy histori thotë. Ajo para Muhamedit alayhis salam dhe ajo mas tij. Kjo mastit është shumë e parancishme. Historia e Islamit para Muhamedit na fut tamam në Islam. Në aspektin e mendimit dhe botë kuptimor. Sepse çka ka në fundit nga i parit e i fundit, nga Ademi deri te Muhamedi, me Isën, me Musën, me gjithë pejgamberët e mëdhenj, profetë e njohur, edhe të panjohur. Çka kanë pas në thelb në fundit ata? Besimi dhe sidomos adhurimi një Zotit vetëm. Dhe ndjekja e profetëve përkatës. A nuk është ky testamenti kryesor i profetit, adhurimi një Zotit vetëm dhe me ndjek rrugën time të mesme, tek librume që rilidhemi prapë me etikën dhe estetikën. Kemi tre personalitete nga profetët, siç i trajton Allahu Izet Begoviçi te Islami dhe Medlinët e Perëndimit. Musa, Mojsiu, Jezui ose Isa dhe Muhamedi. Të tre këta përfaqësojnë diçka në po themi kulturën botërore në përgjithësi, jo te muslimanët veçantë. Te memoria e njerëzimit, pra, kur themi Sokrati, Jezusi, te çdo njeri ka një lloj prototipi, ka një lloj ideje së çfarë. E ka një gjurë disi dhe ka krijuar një ide për të. Shakespeare ka krijuar çdo kush një ide për të. Dvagullt nuk ka rëndësi. E ka një ide, çdo kush për Sokratin, për Shakespearein, për Mojsiun, për Jezuin. Mojsiu përfaqëson mandor skeptrin e ligjit. Dhe të rrotaresat. Forca. Anej, këtej, ndan shapin nga sheqeri, pra është ligjvënës i madh. Është patriark në farë mënyrë. Vimte Jezui. Me fal, nëse dikush ju bjen ne kthehani anej, pavarësisht po i futemi saktësisht, po në themi në frymën. Me një mund tjetër më shumë se vedin, e me rrall. Pra vjen me një frymë mëshire dhe tolerancë si e kundërta e Mojsiut. Dhe vjen Muhamedi që thotë, i ka të dyja mërna. E shohim Muhamedin si shota ishja ti enten kamet, ti plasaritën gjatë adhurimit natës që i bën Zotit, gjatë veçimit mistik, po themi me të, dhe kemi në anën tjetër strateg hypun në kalë betejës, duke bë plane për me mbrojtë Islamin dhe musliman. E shohim domethënë ekonomist të shtetit Islam Medine. E shohim jurist të shtetit Islam Medine me kushtetutën e njohur, domethënë. Paktin që bën Medine. Pra, dyja këto aspekte, pse? Por i ka më njeriu është shumë e thjeshtë. Ne s'po shpjegojmë në gjë gjeometrike, as në një formulë kimike dhe as në një koncept filozofik. I ka më njeriu të dyja. Ka dy nevoja bazë. Apo përshkrimi që bojnë sahabët kur e shihnin duke punu, dukesh si person që s'beson në ahiret fare. Aq i përkushtuar ishte në punë. Edhe kur e shihnin duke adhuru, dukesh si person që ka praktikë këtë botë fare. Komplet botë. Apo kur drejtohet sahabëve që Zoti don që kur ta bësh një punë, ta përsosësh atë, pra ta sjellësh në formë më të mirë. Unë desha ndalim pak te kjo.
si të cekë edhe ti që bazamenti i etikës edhe i estetikës në islam është Kurani dhe Suneti. Padyshim. Edhe ka shumë hadithe, ajete kuranore, Dhe pasurimi këtyre dyjave me përvojat e dietarëve muslimanëve në shekuj. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ju referuan thotë pra më i miri për jush, pra në nivelin më të lartë imanor është ai që është me moralet më të larta. Apo si thot personi që do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit janë personat që janë me moralin më të mirë. Pra morali kam idenë unë tash nuk e di, ndoshta edhe më saksoni këtu që është shfaqje më e mirë e estetikës besimtarit. Po, padyshim. Është shumë domethënëse si gjë. Pra me që jemi tek agjërimi, të vogël, domethënë etika në traditën perëndimore përfaqëson dijen që studion moralin dhe sjelljen. Pra morali është praksis, është praktik konkrete e jetuame. Si më në shqip atë kuptim ka. Domethënë njeriu i moralshëm është njeriu që ka disa sjellje të caktuara. Kurse etik në thelbin e vet në fakt është dije që studion moralin dhe sjelljen njerëzore. Por unë i kam dalë kështu etikë edhe për efekt, si më thon zanor, edhe për efekt estetik. Se domethënë etika, estetika, përvoston estetika dhe morali bëhet pak e çuditshme çfarë është kjo estetika dhe morali. Kurse etika dhe estetika, se edhe estetika është dije që studion artin, domethënë. Thjesht sa për unë desha të dalë të kjo, për që jemi këtë tema e agjërimit, edhe biles desha të taloj ty, se më si pra që po të shofshin vetë agjërimi çfarë kërkon, përsosjen e kësaj, pra që la'allakum tattaqun, pra në mënyrë që të ruheni, pra që të arrini devocionit, përkushtoheni. Shumë e vërtet. Thash, agjërimi ka shumë theksuar këtë lloj manifestimi në fakt, sepse edhe kur njeriu është agjërueshëm, duket edhe në mçere. Edhe në sjellje është më i përmajtur, edhe në aktivitet është më ndryshe. Domethënë, pra aspekti estetik i jetës tij ka psu një shndrim konkret, se thosh. Pra është më i butë mbi të gjitha, dhe është më njerëzor, që është shumë më domethënësia. Pra është më sistemi më rob Zotit në terma e përditshëm. Po. Në momentin kur është agjërueshëm, pa llogarit për jetimin që vim avash nga aspekti etik tash, që të gjithë duke njerëz të mirë i agjërueshëm. Mundohesh me pa vetëm anën e mirë të njerëzve. Ndryshe krejt kur je pa agjërim. Shpesh herë bëhet me pa vetëm anën e keqe të tyre, edhe të shpifet në thënë drejtë në shumë raste. Apo ja se njerëz jena. Kemi këto kalime. Ama në agjërim është shumë e çuditshme. Si ditën e parë, si ditën e fundit, gjithmonë të vjen me pa anën më të mirë të njerëzve. Pra, shiko si vim nga ky udhtim i fortë që fillon me estetikën, me dukjen, me shenjat të caktuara, të cilat i ka të pashmangshme agjërimi. Dhe vim te ky aspekt i mendimit, i përjetimit, i mistikës që të jep gjatë gjithë kohës. Një nga mësimet më të mëdha që ne mund të marrim domethënë nga ky diskutim lidhje me agjërimin është që ka një mësim shumë të fortë të agjërimi, që është mas sakrificës vjen gëzimi. A nuk është krejt jeta kjo? A nuk jemi ne agjërueshëm të jetë? Se kemi disa gjëra që s'mund na me i bë, megjithëse na i don qefi me i bë, me thonë drejt. I kafe për shembull nga ora 2. Po, është fantastike. Mu nga ora 10, mos vazhdoj shumë. Pra, domethënë na i don zemra shumë gjëna. E drejtë, shumë çështje të tjera, po. Pra pse nuk duhet i themi këto? Po. Se nuk ka si gjë me i pranuar që ti don nga herë zemra. Është e vërtetë, më fund. Po ama përmbash dhe duron. Dhe ky është agjërim, ky durim. Po. Vërtet është muji i Kuranit agjërimi. Pa nuk është muji i durimit. Pra muji i kësaj etike kaq të fortë që thelbi kush është, domethënë, nëse dikush mendon që agjërimi mbaron me ditën e 29 apo 30, është një keq kuptim shumë i madh. Është marrë një formë. Vazhdon komplet jeta. Thelbi vazhdon. Jeta është ç'është? Pritje, durim, sakrificë dhe vjen iftari shpejt. Dhe iftari ka shpejt gjithmonë. Gjithmonë vjen shpejt iftari. Për te iftarit kuptimin e ditës së agjërimit, tashmë. Pra,
Ky është aspekti etik më i fortë në mendim që na ushqen, si më thon, agjërimi, me menu komplet vitin dhe komplet jetën si një pritje të një iftari i cili ka marrë në mënyrë pa diskutueshme. Siç thuhet edhe në gjuhën e përditshme njerëzit, Zoti s'ia humb askujt përpjekjen, s'ia humb askujt mundin. Andre. Shiko, profesor Edisoni, po në për shembull një gjë që mua më tërheq vëmendjen në raport me pikpamjen islame, është një gjë interesante ku Kurani për shembull ka dhe mendimet e kundërshtarëve brenda. Po them thojza, edhe pse gënjen. Jo, edhe pse gënjen. Se kjo më shumë përshtypje. Për shembull djalli gënjen, po Zoti ja ka respektuar mendimin. Po. E ka përfshi. Pse erdha kjo? Erdha kjo ideja që ca gjëra duhen thënë, thotë. Unë mendoj që duhen thënë gjithmonë. Po. Mirë, keq e vërtetë, pavarësisht e duhur, s'është e duhur. Ti hidhe, ti thuje, pra nuk është Islami një liman i madh që i pret gjitha. Pikërisht pra, domethënë këtë lloj forme që universaliteti e pranon edhe këtë. Edhe mendimin, për shembull ne besimtarët, siç na ka thënë profeti Muhammed, ne fitojmë sevapë me leximin e Kuranit. Për shembull lexojmë mendimet e faraonëve, mendimet e djallit, mendimet e popujve ateiste, mendimet e atyre që kanë shumë njerëzve të tjerë, pra unë i lexoj dhe me të fitoj ibadet në mënyrë që të krijoj një kulturë dhe të arrit të kuptoj natyrën e botës ku unë jam vetë si individ për te i tjerëve. Që ti ke dhe mendimet e këqija, siç i ka i djalli, i ke dhe ti brenda. Absolutisht. Ti po arrit të gjesh ekuilibrin, ndoshta kjo është fitoria jote. Dhe ndoshta do vija ke kjo që pranueshmëria edhe e gabimit. Është pjesë e jona më bëhet. Pse ne, domthonë, e ke parasysh, pra kur flasim për një gjendje, po them unë etike dhe estetike, ngaherë më duket ndërruar që flasim për gjendje angjëllore, të paprekshme nga gabimi, nga rikuperimi, nga, e ke parasysh ai devotshmëria është një gjë iluzionare, nuk diku ke i bën ngajme gjë që devotshmëria thonte është eksaktësisht si rroba që e grisin mëkatet dhe e qep pendimin ndaj Zotit. Ja kështu e kam rrobën, thotë me arna. Herë e grisin mëkatet, herë më qep pendimin. Kujtove një të jo vazhdojem të Shafiut, po duhet ta citoj fiks siç është. Pra, kjo ishte ideja që, për shembull, kur flasim për këto dy terma, edhe për shembull morali më i lartë, kam përshtypjen që e pranon edhe gabimin brenda, pra është njerëzore të jetë edhe ajo dobësia e robit që shfaqet, në mënyrë që Zoti të shpalos edhe emrin e vet mëshirues, si thosh. Fiks, shumë e vërtet. Bile më kujtu rasti i Abu Hurairës me shejtanin, që e urdhëron profeti, pra një prej shokëve të tij, më saktë, Abu Hurairën me rujt plashkën e luftës. Thot nuk kemë lviz për asnjë arsye për këtu dhe s'kemi dhënë askujt një cent, siç i themi në gjuhën e sotme, askujt. Po erdhi me të kërku dikush diçka. Ktu i vjen i plak, i marrum, i lollun, me të kput shpirtin, si thonë, a mundesh me mëllon çat dush ti, se kam met mes rrugës e kështu. Jam merr zemrën e jep diçka e bërë. Të nesërmen e njëjta gjë. I thot profeti, jo, e takon profetin, i thot, a erdhi dikush? Po i thot, erdhi i plak, i thot. Ishte i marrum, me thon drejtën, më fal se e prisha marrveshjen që kisha me ty, i dhash diçka se ma kputi shpirtin, si thon. Po e përkthej me fjalët tona tash. Ka marrë prapë, i thot profeti, e shejtani. Dhe prapë nesër me në njëjta gjë. Edhe dialogu i njohur mes Abu Hurairës dhe që i thot, a do të tregoj diçka, i thot shejtani. Imagjinoj çfarë referencë na jep Islami dhe profeti në këtë rast. Po na jep dije përmes shejtanit. Deri këtu shkon Islami, me citu dhe me ndjek shejtanin. Cili të tregoj gjë që unë mund t'i ke prej te dhe ajeti kursi. Po të lexosh këtë? Po të lexosh këtë. Pra një varg i njohur i Kuranit, unë iki prej te. Pra deri këtu shkon kurse ne muslimanët, shumë prej muslimanëve, tash të quajtur modern dhe reformistë kanë reduktuar Islamin. Po, edhe pse është gënjeshtari më shumë, për të vërtetën ka thonë. Edhe pse është gënjestar, po ka thonë vërtetën. Po ka thonë të vërtetën. Po se vazhdon prapë. Dhe më kujtu një Imam Shafiut, unë e kam gjet diku që thotë të gjithë njerëzit janë të vdekur, përveç atyre që kanë njohuri, dhe të gjithë ata që kanë njohuri janë në gjumë, me përjashtim të atyre që bëjnë vepra të mira. Dhe ata që bëjnë vepra të mira janë të mashtruar me përjashtim të atyre që janë sinqert, dhe ata që janë sinqert janë gjithmonë të shqetësuar. Drejt. Është vërtet. Pra është përpjekje.
Është përpjekje gjithë jeta. Se sa ne arrim me përsos një punë, si mund ta dim mirë e para, përveç se kur të na thotë malli Zot. S'mund ta dim kur. Në thelb, na është pranuar një gjë nga Zoti, dhe a kemi bën në mënyrën e duhur. S'mund ta dim asnjëherë, kështu që më afër se çdo gjë me natyrën tonë është përpjekja, si më thon. Siç është ai vargu kuranor, veproni se Zoti dhe profeti do ta shohin punën tuaj. Pra, si më thon, përpjekjen tuaj, po. Ke për shembull se në tërësinë e gjithë veprave fetare e kemi të reflektuar të dy palçën, edhe etik dhe estetik. Për shembull, që kur japim një lëmosh, për shembull, ka kërkuar profeti që të ruhet dhe intimiteti personit, tipet e djamë dhe njofte majta, tjetë e pasër, tjetë e sinqert. Pra, si thot dhe Aisha, thot që, madje kjo është rivajt interesant, thot që mora vesh, thot që shkonte tek Zoti para se shkoj tek robi, dhe përfumosa, thot atë dinarët e minë, thja dhe është një fugaraj, dhe ai më tha, ju familja profetit, kaq lek keni sa i parfumosni dhe paret? I thash, jo, nuk është kështu. Po dëgjova që shkon ke Zoti para se të vijë ti. E thash, shkoj e parfumosu ke Zoti, nuk e kisha në raport me ty. Pra deri në këtë lloj niveli është faqja e këtyre veprimeve tona fetare, më thon. Dhe ndoshta për të bërë dhe i përmbyllit të kësaj bisedës tonë, të jam sinqerisht falendërues. Mes thjeshtësisë, devotshmërisë dhe nga njëra ashpërsisë, më duket se na e ngatruar një 2-3 gjëra në këtë kohë ku jetojmë. Shoh disa njerëz për shembull që e lidhin ashpërsinë me devotshmërinë. Dikush e lidh thjeshtësinë në kuptimin vulgaritetin e gjës. Pasivitetin. Pra për shembull, për të treguar modest, po sjelli vulgaritet shumë për tokë, e shikoj dikon me shapka. Po pse po tregohem që jam modest, nuk kam push shtrenjta, po nuk është këtu më, pra në kuptimin nduket një përplasje nga një herë mes kulturës si qasje dhe mes jetuarit fetarit devotshëm i sinqertë me radhë, sikur i duket të përfshihet në një kulturë apo të tregojë një lloj estetike, një gjë i duket sikur po ka një përplasje me fenë, s'është i sinqertë, sikur s'është i devotshëm. Keq kuptimi fetarisë në mënyrë tipike, domethënë. Në fakt, si mund të ishte ndryshe, ne kemi trashëguar, duhet me përmend këtë një varrezë të madhe në aspektin e dijeve fetare, siç ishte komunizmi, një shkretëtir. Dhe vetëm diku mas viteve tamam ndoshta 2005-2010 filloi literatura tamam me u, se edhe deri në vitet 2000 nuk ka pas gjë, jo. Shumë pak ka pas. Ca broshura thënë. Broshura përthyme keq. Përthyme keq. E gjona minimale. Përthyme histori me porosi. Pra unë them që ne si shqiptarë kemi arrit shumë me thënë drejtën, duhet me e pa dhe këtë aspekt. Pa parasysh më krahasu me veten, mos krahasoj me tjerë, sepse nuk kanë pas komunizëm ata të tjerë. Dhe sidomos komunizëm si jonë. Qoftë edhe gjaku jonë në Kosovë. Dhe vëllezërit tonë në Kosovë. Nuk kanë pas njëjtën gjë, e drejtë është. Janë drejt. Komplet tjetër liri dhe tjetër frym ka pas, domethënë. Kështu që edhe ta shqyrtuar atë vendin e mira, njerëzit e mirë, nuskat e marrinat e këto lulëzojnë pikërisht për çfarë? Edhe vazhdojnë faktikisht, lulëzojnë edhe sot e kësaj dite për shkak mungesës të dijeve fetare. Kështu që muslimani nuk duhet me harru kurrë, si nisi e gjithë kjo. I nisi me ikra, nisi me lexo. Nisi me lexo, aty është drita. Në Islam nuk ka domethënë të bëjë ti një mrekulli beso tash. Ta ula trezën me fruta, ta çaj detin meson ty, ta çaj qiellin, bile ka metoda si shprehje natën e 4 çaj qielli edhe kush e shef është njëri i mirë. Janë disa lloj kështu, besimnish s'ka natyre. Jo se s'ka mrekulli. Ka nollin dhe mrekullit, domethënë, nuk po i mohojmë, por mrekullia më e madhe e atij që quhet profeti i fundit, i Muhamedit alayhis salam, është Kurani. Është diçka e prekshme. Është diçka konkrete, jo më të fut ty në rol si njeri, nuk ta nxjerr jashtë loje, se mrekullia ta nxjerr jashtë loje intelektin. Duhet me besu mos ani ti. Se s'bën, se tash bë para syve tuaj. Kurse në rastin konkret profeti Islami, Kurani komplet frymash jepi, lexo, shiko, përpiqu dhe vendos. Po me mendje me veten tënde, si thon. Por meti pa përmend ndoshta për ta plotësuar pak si puna saj tullës me vu diku dhe këtë se arkitektura mendoj që është
zbërthimi më tipik i gjithë kësaj që ne po diskutoshim mes etikës dhe estetikës, që fillum me agjërimin dhe kalum në shumë aspekte tjera, sepse arkitektura në fakt është në gjitha artet e Islamit është arti më i përsosur, që ka arrit më shumë. Është dhënë më shumë. Islam. Sepse ne dim gjithë që arkitektura nuk është thjesht art, po nuk është as thjesht inxhinieri. Nëse inxhinieria është po thujse, domethënë opozita e natyrshme e artit në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, sepse është vetëm shkencore dhe arti që është komplet subjektiv, individual, te arkitektura vjen dhe bashkohen të dyja. Pra, trup dhe shpirt. Prandaj jo rastësisht Islami ka dhënë kontributet musliman më të mëdha në gjitha, në Stamboll, në Andaluzi, në Spanjën Jugore, në Ballkan, në Indi, kudo ku ka qenë, është shohim arkitekturë. Ajo është më e përsosur. Se është zhvilluar kjo më shumë, nështë, se tregon me shërimin më interesant. Pra nuk të ta hasësh pikturën tipike subjektive të llojit Kandinskit, të llojit Miros, të llojit Picassos, që është shumë subjektive. Nuk do të hasësh diçka shumë të ftohtë shkencore, siç janë vrimat e zeza apo Epoli i kohës tonë. Apo Ferrari. Pra janë shife sa janë ekstreme në farë dhe forë. Janë dy qasje ekstreme, por që janë pjesë e natyrës njerëzore dhe duhet. Në rastin e arkitekturës to bashkohen, domethënë algoritmi, shkencoria, numri, pra sasiorja e shkencorës vjen e bashkohet me subjektiven dhe cilësoren e artit. Shpirtërores. E shpirtërores, domethënë. Në thelb kultura lind nga pikpyetja pse jetojnë. Nërsa qytetërimi, civitas, nga fjala qytet, vjen nga pyetja si të jetojnë. Si të jetojnë, forma. Ma mirë. Të dyja në Islam janë të mirë pritura. Por kulturat e ndryshme, fetë e ndryshme janë marrë vetëm me njërin. Qytetërimi bashkëkor merret vetëm me si të jetojnë. Sistemi bankar, kjo, ajo, tjetra. Domethënë të gjitha të kulmojnë në një pikë, të tregojnë ty si më jetu më mirë. Në rendet e ndryshme religjioze, sigurisht më shumë më përpara në kohën e kaluar se sa sot, domethënë, gjithmonë e kanë neglizhuar këtë pjesë si të jetojmë dhe janë marrë shumë me pse jetojmë. Pse jetojmë, po. Dhe vetëm në Islam këto dy pyetje janë miqësore. Pra nuk mund thuhet ndaje me në vëlla, njëna apo tjetra. Jo, janë të dyja. Unë fakt desha para se ta nisje ti këtë parantezë desha të bëj diçka ta sjell si formë pyetje, po edhe një lloj, po them një narrative historike. Po të shohësh se ne nga i herë na kërkohet, po themi, përsosja shpirtërore dhe në duket sikur muslimanët e braktisin materialen. Pra, me që ju referuam shpesh profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ato që janë 10 për gëzuarit me xhenet, me parametrat e sotëm janë milionerët e kohës. Po, ashtu është. Tek aty është ke Ibn Haxheri, 8 thot nga 10 janë tregtar të mëdhej. 8 nga ato 10. Po tregtar të mëdhej, po. Si janë uzuar nga Abu Bekri shumica se kanë qenë tregtar përbashkët. Ne kemi atë kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vendosi të ndërtoi xhamin, Omer dhe i thoi dërgumi i Zotit të ta bëjmë me kupor të lame me ar. Është kjo, si mbledhim kret arin e arabëve. Çka kanë apo? Se na duket sikur arabët nuk kanë pas. Pra në verit gadishullit arabik ka qenë mbretëria Gasasin që njihen domethënë ato Gasasinët, pra ato kanë pas një lloj, po themi, arabizu, po themi atë kulturën bizantine, nga që ishin edhe të krishterë, edhe objektet e tyre, kupolat e harsit kanë qenë njoftura. Edhe shumë apo jo? E Sirisë sotme, në jug Sirisë, Jordania, edhe po të shohësh shumë sahabe kanë vizituar oborrin e mbretërve të tyre. Dhe bën krahasimin, thënë ta bëjmë edhe ne kështu. Ta bëjmë edhe ne kështu, ta bëjmë si ato, ti je i dërguar i Zotit. Apo rasti ku e shohin duke fletë që ishin vizatuar fijet e Hasës, që fillon çaju me i thotë që ato flenë thotë në shilte, në ndafshë ti thotë kimi lon. Pejgamberi sa vjen te kjo që i thotë jo, thotë preferoj baltën edhe qerpiçin, e ke parasysh apo a nuk dëshiron që ti kenë dynjan ne ti kemi në ahiret? Pra kjo është një lloj ekuilibri apo një lloj edukimi që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bën atyre. Me që profesori përmendi arkitekturën, po të shohësh arkitektura islame është shumë materialiste, pra shumë e kushtueshme në aspektin material. Po të shohësh në trashëgiminë islame deri më sot nuk ke asnjë pallat personal të halifeve. Shumë interesant. Askush sot nuk shkon me gjend. Borën mbretërori Filanit. Askush nuk e gjen dot. Të gjitha ato që ne sot kemi trashëguar janë objekte sociale, medrese, xhami, hamame. Top KP, ja, por prapë shumë e thjeshtë. Është vakëf.
është e shtetit. Pra se ne kemi atë idenë sultani momenti që vdiste nuk trashëgonte pasuri. Depozitohesh vakaf. Kjo është arsye që janë veprat më mëdha në sultanëve. E njëjta filozofi është edhe me Elhambra. Ishte me ligj, apo është rregulluar me ligj si vakaf. Absolutisht, për nuk linin ose frymëzimi që kanë marrë ka ardhur nga Kurani. Për shembull, është një koncept shumë kur e kam lexuar më është duk shumë interesante. Tenawu, si bie shqip shumëllojshmëria. Larmia ose larmia po. Duke filluar që nga gatimet. Se si muslimanët duke u nis nga ky parim i shumëllojshmërisë kanë bërë shumë supra, kanë bërë shumë si shprehje larmia në unitet, diversiteti në unitet. Për shembull, minaret e ndryshme që janë nga kultura në kulturë. Po, vërtet. Një është po ka ndryshme, janë ndryshme vërtet është. Apo po të shofish qytetet tëre që janë ndërtu duke ju referuar jetëve kuranore. Për shembull, Alhambra, frymëzimi është përshkrimi i pallateve në xhenet. Pa dhe thonë që po dalësh në anën tjetër të lumit, pra që e shef nga poshtë, domethënë duke tamam kështjell që qëndron e varur në qiell. Pra lumet që rrjedhin poshtë saj, me ato ngjyra, 1001 netet mos e. Pra e tjera që kanë apo ai që më ka habit që kam dëgjuar dhe këtu në qytetet e vjetra ka qenë shumë edhe këtu këto sokaqet. Po. Pra që gjithmonë po të shofish nuk ka një lloj harmonie, viza drejta. Pa duke qëndru parimit shumëllojshmërisë. Pra që në çdo rrugit që ti të futesh, diçka mos domo jo monoton. Mos jetë monoton. Diçka unike po te secila sepse vetëm duplikatin në fakt e ka teknologjia. Pra kopi 100%. 1000 xhaketa, 1000 karrige, 1000 mikrofona, 1000 kpuc, pra duplikati që bëhet nëpër fabrika, nëpër printera, nëpër plotëra, për shembull kur krahasojmë artin popullor me kulturën masive, ka ndryshim shumë mall, nuk janë e njëjta gjë. Arti, kultura popullore që quhet. Kultura popullore ti vërtet ke atë qilimin, atë shiltën, atë shamin, atë organin që mund ta ketë qenis diku, më men bile për gjyshës, si gjysha për babët, si gjysha për nanët, te bataniet ose te organët, kur i bashin, veshin një shenjë që me ditë ka është koka. Që mos pa jo shenja ishte logo në kuptimin e sot. Apo çarçafet. Ajo ishte unike, si ja vetë një batanie, nuk ja vetë një tjetër. E ke parasysh e avlamendet. Apo çarçafet me atë tellën e bardhë. Po. Pa i çarçafit supozohej, pa perle. Shumë gjëra të tjera, domethënë janë unike, pavarësisht se ato nuk kanë emër aty. Dhe kjo është shumë domethënë se si thot një filozof, një mendimtar francez Michel Foucault ja thotë emri është i vonë në kulturën perëndimore. Okej, për shembull te Capilla Sistine e Michelangelos në Vatikan nuk e ka shkruajtur Michelangelo. S'ka vull, po. Nuk ka në artin islam, nuk ka vjen vonë, domethënë unë, si tush, sepse se u bote për një qëllim më të epërm se sa unë, për diçka më të jetia dedikoje dikujt atë, domethënë. Edhe nënat tona, edhe baballarët tonë kur kanë ngëllën ato gjanat, kur kanë bërë ato artin popullor që quajmë ne sot, e kanë bërë për një qëllim më të epërm. Ndoshta jo fiks në kuptimin religioz, po e kanë bërë për familjen, e kanë bërë për që të trashëgimia e mbrapa, me adhuru nusës në paj, apo me adhuru dhënërit e tjerë, pra për ceremonitë saktume. Nuk është gatuar natyra njerëzore me qenë vetëm estetika apo me qenë vetëm etike. Pa u mundu mi ekuilibru pa këtë dy. Në çastin që shkon vetëm te njëna dhe rrin vetëm aty, prodhon ekstreme. Dhe devianca shumë mëdha, domethënë. Jelet pa shije, shkurt më bën. Po, pa krip. Prandaj ndoshta dhe Zoti thotë, ju kam bërë popull të ekuilibruar, pra kur hedh atë fjalën për këtë shoqëri, thotë popull të ekuilibruar. Profesor Edison, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për ju. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Respekt, shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe përsëris, realisht, edhe nuk e prisja se do ta shkonte kaq mirë. Alhamdulillah, shumë mirë, faleminderit. Mbarë faleminderit, Zoti shpërbleft. Atëherë nderuar motra dhe vëllezër, këtu ishte pjesa jonë e podcastit. Deri në takime të tjera, selam aleikum warahmatullahi wabarakatuh.